Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin javor nga data 18 deri më datën 24 maj 2026. Kemi një javë shumë të rëndësishme për nga ana ekonomike, por një javë që na kërkon të kemi vëmendjen, kujdesin në gjëra të mëdha. Por çfarë duam të bëjmë dhe ku duhet bëjmë kujdes? Në ekonomi, dashuri, në lidhje që kemi apo në çështjet e udhëtimeve. Janë 4 gjëra dhe 4 shtylla kryesore. Për këtë, le të hedhim një sy kësaj jave, çfarë na mëson dhe ku neve jemi gati të përgjigjemi kërkesave që kemi për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që vijnë drejt nesh. Atëherë, fillojmë. Kemi datën 18. Data 18 maj duket se Mërkuri formon një kënd me Uranin në shenjën e binjakëve. Kjo do të thotë ndikime, ngjarje të paparashikueshme, komunikime, ndryshime të papritura dhe jo vetëm. Eksperimentime dhe ide të reja, ndikime të mëdha, kontakte të papritura dhe një gatishmëri për të visur dhe për të udhëtuar. Ndikojnë në shenjat e ndryshueshme, siç janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshit të dhjetëshit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por kjo lidhet shumë me dashurinë e munguar, lidhet shumë me mundësitë dhe kohën që juve keni në anën tuaj, sepse nga njëra anë mund keni pasur probleme të ndryshme, por kjo nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon ose ka diçka që kjo periudhë mund të ndikojë dhe mund t'ju rrisi pak atë reputacionin në lidhje me punë, në lidhje me karrierën, por është një javë që vërtet është vazhdimësia e javës lan pas, është vazhdimësia e gjërave që do të keni tani tutje, kur mundësitë janë shumë të mëdha për të përfituar në gjërat e juaja, për të përfituar atë që keni në fundit është momenti më i mirë i mundshëm. Kemi datën 19. Data 19 maj ku Afrodita shkon lëviz në shenjën e binjakëve. Dhe kjo do thotë nga binjakët shkon në ndikim, sepse lëvizja nga binjakët kanë pasur kohën sepse Afrodita ka qenë në binjakët shumë kohë dhe bile sepse 40, 30, 50, 60 varet nga koha, por në këtë periudhë ka qenë një kohë gjatë në shenjën e binjakëve, por meqense tani nga kjo ditë, data 19, nga lëvizja që ka qenë tek binjakët, që shkon në shenjën e radhës, që do thotë shenja e gaforeve, është shumë në shenjën e të ndjeshmërisë, e mundësisë, e përsosmërisë, po. Dhe kjo do thotë që do të kemi ndikime, ndryshime shumë të mëdha, dhe kjo jep mundësinë dhe verdiktin e madh. Kjo data 19, keni kujdes sepse është një ditë të shumë e ngjeshur në lidhje me takime, në lidhje me bisedime, në lidhje me ndryshime shumë të mëdha, duke filluar nga kjo ditë, do më kujtoni sepse ka gjëra shumë pozitive dhe tepër ideale në ndikime, në favorizime, në mundësi të mëdha, në gjëra që lidhen me kontratat më shumë dhe ditë e lodhshme, por e kënaqshme në fund. Data 19 duket se u jep mundësi për juve të shenjës tek shenjat e ndikimit të ndryshueshëm, sepse shenjat e ujit kanë mundësinë. Kur kemi Afroditën, Afrodita është paraja, që ndodhet në shenjën tuaj, do të thotë që në gafore pra duket se do të shtoj shumë intensitetin emocional marrëdhëniet tona në mënyrë më të mirë, duke na bërë më të kuptueshëm dhe më të rezistueshëm në gjëra të mëdha. Motivimi, krijimi e një marrëdhënie që do të jetë siguria emocionale, favorizojnë shumë shenjat e ujit, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, siç janë gaforet, akrepët dhe peshqit. Është një mundësi shumë e mirë dhe të pozitive. Gjithashtu, kemi të bëjmë mbas orës 13:05, ku kemi të bëjmë me Marsin që kalon në shenjën e Demit, me moton ngadalë dhe vazhdimisht do të fitojmë. Por Marsi nuk i pëlqen në shenjën e Demit, se Demi, guvernatori i Demit është Afrodita. Marsi dhe Afrodita kanë një konflikt në thonjza në lidhje me paranë dhe përshpejtimin. Kush nuk e do paranë shpejt? Por nga ndonjëherë duhet të djersisim ta marrim.
Na do njëherë duhem që të ngrysemi fukarej dhe të gdhihemi milioner. Por kjo nuk zgjat shumë, janë sekondare. Prandaj keni kujdes. Mos shkoni mbas berihas dhe paras, po shkoni mbas identitetit dhe ekonomisë, si të ketë jetëgjatësi në kohë. Dhe kjo është ajo çka ju bën që të ndryshoj jeta juaj dhe të arrini në anën tuaj. Sepse ndikimi i Marsit në shenjën e Demit do të ketë ndikime, do të ketë mundësi. Dhe Marsi në këtë shenjë duket se është këmbgulës i durueshëm vendimtar në mënyrë që t'i afron qëllimet dhe motivimi. Është siguria dhe stabiliteti. Është Marsi më materialist i zodiakut dhe motivimi i tij është ndikimi më i madh financiar. Fitimet e pasurisë dhe pronës. Është i gatshëm të punojë me durim derisa të ketë sukses. Do të kthehet qartë në kohën e duhur në momentin që ta kërkojnë. Është një periudhë shumë pozitive. Shenjat e qëndrueshme që kanë bënë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori do të kenë periudhën më të mirë deri në datën 28 qershor, ku atëherë gjërat do të ndikojnë, do të diktojnë në këtë shenjë, pra që do të qëndrojë deri në këtë muaj, pra 28 qershor. Kemi gjithashtu një ndikim shumë të mirë, sepse koha tregon, kemi Mërkurin në binjak, kemi ndikimet të tjera që pse jo vetëm kaq, por edhe ndryshimet e tjera që do të vinë. Mërkuri në binjak që formon gjashkëndshme me Neptunin, u jep mundësi dhe kohë, por këtu kanë një pozitivitet shumë të madh, shenjat e dhivishit parë, që janë binjakët, peshori e ujori, si dhe shenjat e zjarrit, dashi, luani, shigjetari, me ascendente në këto shenja, ku jep mundësinë dhe verdiktin e mundshëm në lidhje me ndryshimet që vinë ose koha e duhur për marrje vendimesh të rëndësishme. Kemi gjithashtu, edhe pse koha ka treguar që sado që neve ndihemi të fituar, ndihemi pozitiv, është vazhdimësia e javës që lan pas, por njëkohësisht është dhe mundësia shumë e mirë për bërë nisma të reja. Nuk ka vend për të shqetësuar, nuk ka vend për të lënë gjërat pastore, por është një kohë shumë e përshtatshme mbi takimet, bisedimet që do bëhen tani e tutje. Por me qenë se kjo periudhë është e juaja, unë do thosha që kjo periudhë ka të bëjnë me edhe ndryshimet të mëdha që ka të bëjnë tani e tutje, edhe momentet që janë në funksion dhe në kohën tuaj për lidhjet, ndryshimet dhe vendimet, dokumentacionet dhe shumë gjëra të tjera, ose disa çështje të lëna pezull dikur për arsyen tuaj, për punën tuaj, sepse jeni lodhur shumë tani këtë periudhë, por vjen një moment tani për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Gjithashtu ka të bëjnë edhe me disa çështje të tjera, sepse ka dhe një takim kjo ditë, do të thotë data 19, ku do të shikoni gjërat të zgjidhen në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse kanë kohën dhe projektet e tyre marrin një drejtim të ri mbi atë çka kërkohet, mbi atë çka vendoset. Shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek ndikimi, favorizimi, mundësia, periudha e duhur në lidhje me takimet që do të kemi. Kemi datën 20. Mërkuri që formon një trekëndësh me Plutonin. A imagjinoni dot që jeni në prag të një përfundimi të një kontrate dhe në gërmët e imta shkruhet: nëse juve bëni qoftë një gabim ose një këst kredie të lëna pezull, keni probleme me ligjin. Kur janë bërë gjitha dokumentet dhe në fund e shikoni këtë, do e firmosni? Besoj jo. E keni të domosdoshme po, por që të hyrni në borxhe me ndikime nga, për supozojmë, e marrim një shembull, kemi një borxh për supozojmë 5200 lekë. Dhe kjo borxh nuk paguhet për arsye për tjetrën, flasim, nuk dua të them emër, dhe që ndodh? Ka të bëjë që kjo 5000 nuk e dini, dhe juve vazhdoni jetën tuaj, vazhdoni gjërat e juaja, po në këtë firmë firmosni, rini gati,
Dhe ju vjen një bujulldi, vjen një rrëmuje madhe, që do të paguani për 5.500, duhet paguani 10 fishin. Që 10 fishi është 500. Jo 5, po është 500. Dhe juve nuk bini dakord, dhe thoni, unë nuk e paguaj këtë, po do shkoni në gjyq, thot ai. Se janë këto mashtrusët. Pra, duhet keni kujdes me mashtrimet. Janë firmat mashtruese që operojnë në çdo drejtim, në çdo veprim. Keni kujdes, se kjo do shfaqet tani. Dhe unë ju them, arsyeja. Mërkuri një shenjë që nuk i pëlqen është komunikimi. Afrodita në krahun tjetër jep verdiktin e vet, sepse është ekonomia, thotë ki kujdes, sepse këtu po të mashtrojnë. Keni kujdes. Këtu po keni problemin më të madh që duhet ta rregulloni. A dhe shumë gjëra të tjera, sepse ne nuk i vëmë re. Asgjëje. Marrim një kredi X, po na japin. Nuk e diskutoj se është kollaj. Por kur përfundojmë kredi, nuk marrim dokumentin kryesor, që po nuk kam asnjë detyrim nga firma ku unë kam marrë këto lek. Ata përfitojnë nga kjo që ti nuk u kujtohet në moment, se nuk u paguash për shembull 5 lek më tepër, për ta marrë atë letër. Vjen një moment, mas 3 muajve, mas 1 viti, mas 2 viti, 3 viteve, të vjen një letër që ti thot që ti do paguash dhe 5 lek. Unë kam mbyllur këtë. Jo, lën 3 lek e 500 darka. Pra, këto gjëra do ndodhin tani. Edhe ka mos njerëzit e thjesht mund të shpërthejnë në këtë drejtim. Pra ne keni kujdes, në kohën që merrni diçka, mbylleni, në kohën që keni diçka që është problem, e shikoni që vërtet keni paguar me këtë, se këta ju pëlqejnë këtyre këto gjëra, keni kujdes, vini veshin. Është momenti se është kjo javë që do të studiohet kjo gjë, dhe është një javë shumë pozitive, mjaft ndikuese në lidhje me këto gjëra, sepse Mërkuri këtë bën, komunikimin. Plutoni është pasuria, se mund ta marrin pasurinë për 5 lek. Prandaj janë shumë të ndikuar këto gjëra. Është një kënd shumë i dobishëm për të qenë në vëzhgues, për të qenë më i përqendruar në qëllimet tona, për të pasur më shumë mendime, më shumë thellime dhe burime informacioni, studime në gjëra të tilla që ne bëjmë. Sepse do mësojmë rreth lëvizjeve pra pas skenave që na zbulojnë sekretet. Prandaj ju them, ndikohen kryesisht pozitivisht shenja siç janë binjakët, peshorja, ujori, shijetari, luani dhe dashi. Ata që kanë në fillim të shenjave të tyre, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra është një nga ndikimet më të mëdha, është një nga ndikimet më favorite, dhe duket se periudha, ndryshimi, mundësia, koha, kur ndodhin këto fenomene, është për juve. Vijojmë tek data 21. Data 21 maj. Dielli zhvendoset në shenjën e binjakëve. Në shenjën e binjakëve duke sjell ditëlindjen dhe ndikimin e madh, sidomos të ditë që është shumë i favorizuar, nga ky pozicion i diellit do të përqendrohet në komunikim, udhëtime, tregti, transaksione gjatë 4 javë të ardhshme. Dielli në binjak na bën më kurioz, më të hapur ndaj perspektivave dhe informacionit të ri. Ndikimi i tij është gjithmonë ideal për të takuar njerëz të rinj, për të eksploruar ide të reja dhe për të mësuar gjëra të reja. Është një nga momentet më fantastike, është një nga momentet më të mira, sepse koha ka treguar dhe tregon që është fuqia mbi zotërimi i gjërave të mëdha, sepse kjo është periudha, ky është momenti juaj më i duhuri në këtë aspekt. Mos harrojmë se kemi një ndikim shumë të mirë nga mbasditja të kësaj date, ku gjërat do shikohen në lupë dhe do fitohet me të drejtën tuaj. Data 22. Një datë shumë e rëndësishme, ku dielli takohet me Uranin për herë të parë në një kënd mjaft pozitiv tek binjakët, duke krijuar një kornizë pothuajse. Nga njëra anë nuk ta pëlqejnë mënyra se si janë sjellë të tjerët ndaj nesh, por jemi të detyruar t'i respektojmë, që të kuptoj që unë po të respektoj, por nuk të vajtoj. Ti duhet kuptosh
që të integrohesh në ato që unë e kërkoj dhe e rezultoj që kam mundësin të bëj gjërat që dua unë. Por të nuk e bëjnë. Dhe juve bini viktimeve të vetes suaj. Prandaj keni kujdes, sidomos juve të shesë binjakëve. Kjo do të thotë një ditë me surpriza dhe situata të shpejta. Keni kujdes nga prishet e marrëdhënieve me njerëz të rëndësishëm. Sepse ky kënd është i përshtatshëm për ndryshime, por edhe për të bërë punën tuaj, për të mënyrën e ndryshimit krijuese, binjakët, vërgjeresha, shigjetari i peshqit, të një të diçit të parë dhe të tretë që kanë fuqinë, mundësinë, ndryshimin e madh që vjen. Në orën 14:10 të datës 22 maj, kemi një katërkëndësh me Afroditën nga Kaforja dhe Neptunin e dash, të cilët krijon një farë mënyre mosbesimi. Dhe kjo duhet pasur kujdes, jo nxitim, sepse nxitimet e tilla nuk janë në favorin tuaj. Dhe kjo ndodh deri në orën 18:10. Në orën 17 duket se, sepse ka një lidhje ndikime shumë të madhe kjo, duke pasur parasysh këndi gjashtë midis Mërkurit dhe binjakëve, Saturnin dash, një kënd që ndihmon për sa i përket mundësive, për sa i përket kohës, pozitivitetit, binjakët peshorja, ujori, dashi, luani dhe shigjetari të 10 ditësh të dytë kanë një mundësi të artë në këtë aspekt për sa i përket zgjidhjes dhe problematikave që ata kanë, por nuk do thosha që është një nga ndikimet ose përfundimi i gjërave mjaft ndikuese në anën tuaj. Prandaj është koha, është momenti më i mirë i qëndonjëherë, sepse kjo periudhë na tregon shumë gjëra, për të pasur kujdes mbi ndryshimet dhe takimet që neve kemi. Por gjithashtu kemi të bëjmë me mundësinë e ardhmë. Tani, këto janë pak a shumë hyrja dhe për ata që nuk i përmenda ose shenjat ose datat, është që nuk kanë një ndikim ose kur i referohem disa ditë janë ndikimet që janë këndet që bëjnë planetet, është kjo periudhë që unë sapo thash. Tani, para se të fillojmë e parashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrolog.al, faqja rosh shkon atje. Atje ndodhet sekretariat për të ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar emailin që të flasim në WhatsApp apo në Viber. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejt me juve, doni të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje. Atëherë kemi këtë butonin tu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejt përgjigjen. Pa humbur kohë tani, fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e vendimeve të mëdha në kohën e duhur dhe momentin e duhur, sepse kemi dhe kohën edhe mundësinë që do thot shenja e dashit. Periudha e shenjës së dashit duket se vërtet është një nga periudhat më pozitive ose më të ndryshueshme në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Sepse kjo periudhë pikërisht është një nga momentet më të mira, më favoritet dhe më të ndryshueshme të qenë ndonjëherë. Sepse duke pasur kohën, duke pasur mundësitë në vazhdimsi, është një nga momentet më të mira dhe periudha kur ndodhin fenomenet, sepse vërtet juve keni mundësi dhe keni kohën e duhur për të bërë ndryshime, sepse dashi nga njëra anë mundohet shumë për të qenë korrekt në ekonomi dhe në stabilizime. Por sa është i gatshëm të përgjigjet kërkesave, gjërave të mëdha që vijnë. Megjithatë, është një periudhë mjaft pozitive, e rëndësishme për punën, për kohën dhe ekonominë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësh parë, luan të 10 ditësh tretë, që është perfektja, por nga ana tjetër kemi një mundësi të ardhë që zgjidhet drejt anës ekonomike. Sepse dashi
nga veç struktura dhe periudha që ata kanë, është një moment mjaft i mirë në lidhje me një udhëtim, sepse dashuria që do të kenë në atë kohë, ku do ata shkojnë ose për bërë një blerje në familjen e tyre, është periudha dhe mundësia më e mirë, më e arta në anën e financave, kurse dhjetëdiqi i dytë, meqenëse ka pasur shumë probleme të mbartura nga e kaluara, them unë, sepse gjërat mund mos jenë ashtu siç i presim neve, por ka një ndikim favorit për sa përket strukturave dhe ndryshimeve të mëdha që juve keni në jetën tuaj në anën e problemeve ose të disa çështjeve të lëna pezull, nëse do të themi se çfarë bëhet ose pse nuk realizohen ashtu siç duhen gjërat, ose nga ana e pozicionimit të planeteve për shembull. Ka të bëjnë me sepse kjo javë është java e vendimeve të mëdha, por sa jemi gati ne të përgjigjemi kërkesave që ata kanë. Unë do thosha po, e keni mundësinë, sepse kjo periudhë të dhjetëdiqit të parë është mjaft indikuar pozitivisht dhe është dhe momenti shumë i mbar në ato që juve kërkoni. Duke pasur parasysh me ekonominë, stabilizimin, ndryshimin, mundësitë e ardhme që vijnë, është periudha juaj dhe koha e duhur për të marrë vendimet të mëdha në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore dhe ndryshimin e dashurisë, është një nga momentet më të arta që vijnë drejt jush, duke pasur parasysh një periudhë shumë e mirë dhe tepër ideale, sepse do të zgjidhni një problem i mbartur nga e kaluara, do thosha unë, por megjithatë është koha dhe mundësia e artë, sepse do të lidhin një kontratë shumë të rëndësishme për punën e tyre. Dhjetëdiqi i tretë që do merret me shitjet, blerjet të kësaj natyre, sepse është një nga momentet më të mira të mundshme, por nuk i vën dyshim unë për arsyeën e punës së tyre, sepse koha ka treguar që është me shumë fat dhe i keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimit dhe mundësive të arta, sepse pikërisht ky moment, pikërisht kjo periudhë është e juaja, është ajo që dua të bëj diçka, e realizoj, e mundësoj gjëra që unë dua. Pikërisht kjo kohë është e juaja në ato çka juve përpiqeni të zgjidhni në anën tuaj. Por megjithatë dashi nuk e ka pasur problem dhe s'ka pse ta ketë problem në këtë drejtim. E përgjithshmja për juve që jeni në diasporë, keni mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në dashuri, por bashkësim familjar unë do thosha që ka të bëjë shumë me peshkun të dhjetëdiqit parë, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Është shenja e ndryshimeve, e vendimeve, e mundësive të arta që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense demi ka shumë gjëra në dorë, mundësi të arta në vazhdimsi, sepse ka diçka mes asaj që realizohet, mes asaj që kupton dhe dëshiron të nisi diçka të re mbi ekonominë, mbi fushën e ndryshimeve të anës ekonomike financiare, mbi çështjet e biznesit, sepse duke pasur parasysh disa takime, janë takime rutinë në fakt, por janë takimet vendimtare që lidhen me ekonominë, lidhet me stabilizimin, lidhet me ato çka jam dhe ku dua të shkoj. Për sa përket shenjës së demit, pikërisht duket se kjo periudhë ka të bëjnë me mjaft mundësi të arta në ekonomi, mundësi të arta në vazhdimsi, sepse periudhat që ndodhin fenomenet, mos harrojmë, kemi diçka shumë të madhe në vazhdimsinë, në korreksin e punës, por një nga momentet më të arta që kanë bëjnë është ekonomia. Dhe kjo do të thotë për juve, do të thotë shumë dhe e keni mundësinë, keni kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike. Në çështjet që kanë të bëjnë me një person të tretë them unë, por nuk është se ka një keqkuptim, por kjo do të jetë me bashkëpunim me Luanin, do demi me Luanin një zjarri mi shejtoke si mund të ishte në bashkëpunim, unë thosha është perfekte. Jo se e thot Jorgo, po ka diçka shumë të madhe në lidhje me këtë gjë dhe është një mundësi shumë e mirë për sa i përket
punës aktuale përsa përket ndryshimeve dhe vendimeve të mëdha që vijnë drejt jush. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, kjo javë është java fantastike, është java e ndikimeve e mundësive të arta, sepse dhjetëdiçi parë dhe dhjetëdiçi tretë është shumë i favorizuar në lidhje me udhëtimet dhe takimet. Dhjetëdiçi dytë njëherë nuk e diskutoj sepse janë zemërperëndia them unë, por kanë dhe një mundësi mes asaj që ata bëjnë, mes asaj që ata realizojnë dhe momenti që është tani është një nga mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve që vinë drejt jush, është koha juaj, nuk është se ka një mundësi ose diçka që do themi se çfarë ndodh në anën e pozicionit planeteve, por megjithatë kemi të bëjmë me anën e financave, kemi të bëjmë me ndryshimin e madh financiar ekonomik dhe kjo është një nga mundësitë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, këtu mund dalojmë pak juve të çështës demit, sepse ka të bëjnë me dem bricjap, dem peshk, dem peshore. Dem peshore, edhe pse keni pasur disa probleme që nuk janë zgjidhur këtë periudhë, por kjo nuk përbën problem, do ta thosha unë, se sa ajo që nis, ajo që bën, ajo që juve realizoni në anën tuaj, por megjithatë është një nga periudhat më të arta që mund të keni tani tutje, është një kohë që vërtet është stabilizimi dhe konkretizimi i gjërave të mëdha të financave dhe të pozicionit planeteve. Dhe kjo është një moment mjaft i mirë tani tutje, por megjithatë keni mundësinë për të ja arritur qëllimin tuaj sepse është një nga momentet më të arta. Për të 30 diqët, kjo javë është javë e suksesit, është java më e mira në mundësitë e punës të karrierës, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet dhe një takim që do keni tani tutje janë takimet më të mira të qenë ndonjëherë, sepse zgjidhet problemi, sepse e keni mundësinë dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe jo në anën e problematikave. Por gjithsesi juve mbeteni shenja më me ndikim dhe me pozicionin më të mirë të qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive, e korrektësisë dhe e ndryshimeve, që janë shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, duket se tani në këtë periudhë janë mjaft të ndikuar dhe kjo do thot mundësia, do thot çështje të rëndësishme financiare. Dhjetëdiçi i parë mund të thosha që tani tutje janë është periudha më mirë e mundshme sepse do zgjidhni disa çështje problematike, edhe pse jeni pak të mërzitur për një çështje që ka ndodhur para disa kohëve them unë, por nuk është se ka probleme kjo, nuk është se ka një ndikim shumë të madh tani për tani, por ka momentin dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë gjëra të mëdha të financave, sepse mënyra, mundësia dhe koha e duhur është mjaft pozitive dhe tepër ideale. Në çështjet që kanë të bëjnë me një takim që do të bëni juve të kësaj shenje, puna ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me një vendim shumë të rëndësishëm, sepse vërtet periudhat që kanë bëjnë me ekonominë, vërtet është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë mbi punën tuaj, mbi atë çka juve kërkoni, mbi atë çka juve dëshironi, se gjykoni drejt dhe kjo në lidhje me këto ndikime, me këto pozicionime planetare, është mundësia e artë në anën tuaj, e artë në atë çka pretendoni, rregulloni dhe stabilizoni. Një kujdes të veçantë do të bëjnë të dhjetëdiçit të tretë të kësaj shenje, nëse duan të nisin diçka, nëse duan të bëjnë diçka, mirë do ishte miqtë e mi të shenjës së binjakëve, të mos nxitoni në marrje vendimesh, të kuptoni, të shikoni dhe pastaj të veproni. Lidhjet afatgjatë në fushën e dashurisë ka të bëjnë me binjak shigjetar, binjak ujor apo binjak akrep.
është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, sidomos nga mesjava. Do më kujtoni, ka diçka shumë surprizuese. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet tani kohët e fundit kanë marrë një hovë shumë të rëndësishëm dhe kjo është një kënaqësi më vete, sepse kanë ndihmojnë dhe ja arrisin qëllimit të tyre, që këta janë shenja së gafores. Përsa përket gaforeve, me qenë se gaforet duket se këtë periudhë e kanë të tyren. Duan apo s'duan të tjerët, ose në një farë mënyre e mendojnë ose gjykojnë. Gjykimi jep atë verdiktin e vet, në mënyrën e vet. Kjo periudhë është një periudhë që stabilizon dhe rregullon, është rregullues në fakt i ekonomisë, i stabilizimeve, i ndryshimeve, i momenteve kyçe të jetës, sepse nëse neve duam të nisim diçka, duam të bëjmë diçka, e mendojmë, i gjykojmë dhe arrijmë. Meqense kjo mundësi, dhe e di që i tretë që e ka këtë gjë, që duket se e keni, gaforet e kanë pasur gjithmonë, fakt, jo se e thot Jorgo se ka diçka që nuk shkon, por pikërisht ky moment është një nga momentet më të mira, më të arta mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush. Por sa jeni juve korrekt me atë çka ndodh, atë çka juve mësoni dhe ndryshoni. Koha tregon që kjo periudhë, ky moment, ndryshimi që ka të bëjnë dhe në anën tjetër, është një moment mjaft i mirë, surprizues për ekonominë dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë, por megjithatë është edhe koha e duhur mbi stabilizimin financiar dhe të gjërave të tjera që do të keni. Një kujdes të shtuar, nëse keni mundësinë, them unë, për gaforet, nëse do të merrni një grande, për shembull nga shteti, ose një biznes të madh, ose do të bëni diçka tjetër, është kjo periudhë, është periudha mjaft ndikuese, rrezatuese në anën tuaj. Mundësit janë dhe gjërat më konkrete, gjërat më pozitive mbi çështjet madhore financiare ekonomike, mbi ndryshimet, diktimet, ndikimet që ka të bëjnë në anën tuaj. Prandaj është edhe momenti, prandaj është edhe koha që çfarë nisni e bëtisni, dhe kjo do t'ju gëzoj pa mas në anën tuaj, sepse stabilizimet janë më favoritet. Do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt, por është koha juaj, shfrytëzojeni në maksimum. Dashuria duket se me Luan, me Akrep, me Ujor është vetjeta, edhe pse me Ujor keni pasur debate, por janë debate të zgjidhshme. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që nëse do të shikojmë gjërat me imtësi, dali fitimtar. Jeni gati të përgjigni kërkesave, që këta janë, nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim, luanët. Përsa përket luanët të duket se është kjo periudhë, është një nga momentet më të vyera, që mund themi me të drejtë, mund themi me mundësitë dhe çështjet e rëndësishme që keni, por gjithashtu është një nga momentet dhe koha më e duhura e gjërave të mëdha që keni. Është një mundësi që tregon punën, tregon veprimet dhe vendimet dhe periudhën e duhur mbi ekonominë. Sado që juve të stabilizoni gjërat, sado që juve jeni në një farë mënyre në dilem për një çështje pune, por kjo nuk është faji juaj. Edhe pse të tretët ju kanë pothuajse mërzitur në lidhje me disa çështje financiare, me disa çështje biznesi, dhe unë them që kjo periudhë është një nga periudhat më të arta që mund të jenë ndonjëherë, por të tretët e gjykojnë ndryshe. Punë e madhe, ashtu e mendojnë, ashtu gjykojnë, por juve nuk duhet të merrni përsipër gjërat që nuk janë të juajat, por janë të huazuara. Megjithatë, është kjo periudhë, megjithatë është ky moment dhe momenti më i mirë i mundshëm në çështjet
që lidhen me punë aktuale, që lidhen me vendime që merrni, por luanët nuk para shumë kërkojnë ndryshime ose gjëra të tjera që për momentin janë pak të ndërlikuar për sa i përket arsyes, për sa i përket ndryshimit dhe marrjeve vendimeve të rëndësishme. Prandaj shikojini pak disa ndryshime të rëndësishme në anën e pozicionit të anëteve. Megjithatë, dashuria e munguar, i them unë që është mbi vendimet, mbi takimet, dhe takimet janë shumë të rëndësishme, sepse tani për tani juve e keni mundësin. Nuk është se e thot Jorgo në një farë mënyre për të ndryshuar diçka në jetën tuaj, por unë ju them që tani është koha për të bërë ndryshimin e madh. Ndryshimi i madh çfarë është? Është ana ekonomike, është pozicioni planetar që juve ndihmon jashtëmase, dhe kjo do të thotë që të nisni një rrugtim të ri drejt të ekonomisë dhe ndryshimit të madh. Dashuria duket se luan dash, luan akrep, luan ujor është vetjeta dhe mundësitë e arta që do të keni tani tutje, është një nga mundësitë që do të ndryshojnë shumë në ekonomi dhe në dashuri. Po në dashuri, sidomos me akrep njëherë, është diçka shumë pozitive dhe krijoni familje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë rrezatuese, sepse shenjat e tokës gjithmonë japin atë ndjesinë ku është e vërtet e hidhur kjo, sepse nuk i vën re shumë, por kur bëhet gjërat që bëhen më serioze, atëherë do kuptojnë se çdo thot kjo shenjë që është virgjëresha. Për sa i përket virgjëreshave. Virgjëresha duket se këtë periudhë e nisin me pluse dhe jo minuse. 10 ditë që parë niset me një takim pune që do të ketë tani e tutje. Është një punë për ju që jeni në diasporë dhe doni të bëni gjëra të ndryshme, do të nisni diçka. Përsupozojmë ekonominë, përsupozojmë disa gjëra që tani nuk e diskutoj se është koha juaj ose është ajo çka juve prisni. Por mundësia dhe mënyra e duhur që keni pasur në anën tuaj, keni pasur në atë që vërtet e keni ndryshimin tuaj, sepse është një moment mjaft ndikues në lidhjen tuaj, në lidhje me favorizimet ekonomike, në lidhje me stabilizimin dhe biznesin tuaj. Me biznesin sidomos, sepse është kjo kohë, është ky moment dhe juve nuk refuzoni kurrë, por jeni mjaft të ndikuar dhe shumë pozitiv në ndjenjat e juaja, në mundësitë që ju jepen dhe në kohën që juve keni mundësinë që ti stabilizoni gjërat në ekonomi dhe në dashuri. Në dashuri në fakt nuk është se është diçka që nuk shkon ose diçka që keni pasur disa probleme. Megjithatë, është momenti juaj tani, është një nga periudhat më pozitive dhe më stabilizuese në anën ekonomike financiare. Biznesi, do lidhet shumë me biznesin, por një nga periudhat më të bukura që do të keni tani e tutje, që është ekonomia, stabilizimi i saj, sepse ka të bëjë shumë për sa përket virgjëreshave një gjë e tillë, por nuk i vë faj, me kuptimin e fjalës që mundohem të realizoj anën ekonomike, thoni juve, mundohem të bëj diçka të rëndësishme, por nga ndonjëherë më penalizon x gjë, domethënë që unë nuk jam gati të përgjigjem këtyre kërkesave. Por unë ju them, miqtë mi të dashur, e keni mundësinë sepse virgjëreshat nuk humbasin kurrë. Virgjëreshat janë në anën më të mirë të historisë dhe të punës dhe të karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që ata kanë. Prandaj mos u shqetësoni. Prandaj u them unë gjithmonë që vërtet doni të bëni diçka, bëni tani sepse është koha juaj dhe momentet të 30 ditëve. Kurse në dashuri 10 ditë që parë që ka të bëjnë me akrep për shembull, 10 ditë që dytë që do lidhet me bricap, 10 ditë që tretë që ka të bëjnë me binjak, po 10 ditë që me binjak do thosha që sa mund të ishte një shenjë toke, një shenjë ajri, unë do thosha është më pozitivja.
jo problematikja. Kështu që e keni mundësinë që juve ta stabilizoni dhe të arrini qëllimin. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, propozuese, se do të kenë shumë propozime dhe arrin në finish dhe në periudhën më të mirë të mundshme që do të ndikoj në jetën e tyre. Që këta janë të shenjës peshores. Përsa përket shenjës peshoreve, duket se kanë disa mundësi tani në lidhje me punën, ekonominë, vendimet që merren. Për vendimet që merren tani për tani nuk është se ka një pikë referencë, për shembull, do shkojnë në finish, do shkojnë deri atje. Por sa është momenti, do thosha unë, që të bëni gjërat që doni juve. Momenti ka ardhur. Jeni gati të përgjigjeni kërkesave ekonomike, se shumë surpriza do të keni, miqtë e mi të dashur, dhe kjo nga njëra anë ju ndihmon jashtë mase, për sa i përket karrierës suaj, për sa i përket asaj që juve e dëshironi me deo mos, dhe vendimet dhe veprimet që bëni nuk ka vend për të shqetësuar, sepse tani për tani keni kohën, keni momentin e duhur në lidhje, ndryshime, mundësi, kohën e artë. Jeni gati, nuk e diskutoj këtë, për të nisur gjëra të reja. Sepse peshorja dhe diçit parë që do merret me çështjet ligjore ka ndikime fantastike, po ta kuptojmë të domethënë se sa janë të dhënë me ekonominë dhe me vazhdimsinë, nuk do të diskutoj këtë. Se flasim gjëra gjatë për gjëra që janë shumë surprizuese. Nëse do marrim domethënë edicion e dytë, ka një të drejtë për kush ja di, do kuptohet tani. Është koha juaj tani. Është momenti i artë për zgjidhur çështje problematike. Dhe kjo është një nga çështjet nga më të rëndësishme të jetës suaj, të vazhdimësisë, do thosha unë. Sepse është kjo një rrugtim i ri drejt jetës suaj, drejt karrierës suaj. Por pse në një farë mënyrë juve i lini pasdore? Ka lënë pasdore, po nuk është se ka një keq kuptim, keq interpretim them unë. Dhe kjo është një nga ndryshimet më të mëdha që vijnë tani tek juve. Prandaj mos u mërzitni, sepse gjithmonë peshoret arrin maksimumin, jo minimumin, nuk e pranojnë. Kurse dashuria duket se peshore bricap, peshore dash, peshore shigjetar, është diçka me sy të parë. Po, 1.000.000%. Dhe është e realizueshme. Bini pas e do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese në fushën e pasurisë së paluajtshme, që këta janë akripët. Akripët dashur, duket se kjo periudhë është një nga periudhat që do të ndikojnë dhe stabilizimi më i mirë i mundshëm që është tani në këtë periudhë. Koha është perceptimi, është rregullimi dhe konkretizimi i gjërave të mëdha. Megjithse juve pak a shumë i keni mundësitë për të nisur një punë të re, për të bërë diçka të re, për të parë se çfarë do të bëni në ekonomi, ky moment është i juaj. Është momenti i zhvillimeve, i ndryshimeve, i mundësive të arta që vinë drejt jush. Kjo periudhë nuk është se ka diçka shqetësuese, jo, përkundrazi. Është periudha më mirë e mundshme sepse akrepët do bëjnë një shitje kaq të rëndësishme që do të çuditni unë dhe ju bashkë. Ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me vendime, ka të bëjnë me mundësi, do të thoshit juve këtë javë kush do ishte më perfektja. Nuk e diskutoj shenjat e ujit, se shenjat e ujit e kanë gaforja ujori dhe peshit, po mundoni nëse keni dame një herë mirë që nuk ban më
ujë pilafin, nuk arrihet ajo që do të bëni, sepse jeni të vendosur dhe kot që merren të tretët me juve për t'ju mbushur mendjen, sepse juve jeni shumë kokfort në atë që doni të bëni dhe keni të drejtë madhe. E bëni. Firmë të rëndësishme, e realizoni, kohën dhe konkretizimin e gjërave të mëdha e keni. Dhe të gjitha këto përbëjnë një mundësi, përbëjnë një ndikim shumë të madh mbi stabilizimin, mbi punën, mbi mundësitë e arta që keni dhe kohën e duhur për të realizuar gjëra të mëdha në fushën e jetës suaj. Pse të mërziteni juve? Pse të keni gjëra që e nis këtu e bëtis këtu, po kjo nuk më rezulton, thonë ju. Rezulton që s'kem me ta. Sepse është kjo periudhë, është ky moment dhe koha është në favor dhe jo disfavor. Prandaj, mos më shqetësoni fare, sepse vjen një moment dhe një periudhë mjaft e mirë për stabilizime dhe gjërat konkrete në jetën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të ditës së parë, ujor të ditës së tetë është perfektja, por një gjë është e sigurt, miqtë të dashur, që do të thotë me gaforet të ditës së tretë e keni kohën dhe mundësinë e artë për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë stabilizuese dhe çështet konkrete në anën e punës dhe në lidhje me disa ndryshime. Këto janë ndryshimet që kërkojnë vërtet kohë, kërkojnë vërtet ndryshime dhe gjëra të mëdha, kjo do thotë shigjetari. Jeni shumë konkret, miqtë mi të shenjës së shigjetarëve, jeni shumë konkret në lidhje me pozicionin e planeteve, por kjo periudhë është e juaja. Nëse mundeni ose e keni vendosur që doni që nga kjo periudhë, në këtë periudhë duhet bëni këta, nga kjo periudhë duhet bëni disa gjëra shumë të rëndësishme, sepse pozicioni i planeteve juve ju ndihmon dhe e keni të mundshme për të realizuar atë që ju kërkoni, për të bërë atë që ju doni. Është një moment mjaft i mirë. Prandaj them që me kalimin e kohës gjërat nuk zbehen, por forcohen. Mësoni nga e kaluara, mësoni nga e drejta. Dhe kjo do thot ndryqim, do thot zbulim, kjo do thot mundësi dhe argëtim. Është një moment që tani për tani juve i keni gjitha mundësit, juve i keni gjitha gjërat që do të rregulloni në ekonomi, në stabilizime, në çështjet konkrete që keni dhe mundësit arta që vinë drejt jush, por nuk ka vend për të shqetësuar këto. Është kjo periudhë, është ky moment, është ky ndikim mjaft i madh, sepse ekonomia dhe stabilizimi, ndryshimi dhe vendimi që juve e keni është në anën tuaj. Prandaj jo vetëm probleme që mund keni ose çështje që mund të zgjidhen, por zgjidhen në kohën tuaj. Gjithashtu është një mundësi shumë e mirë sepse kjo periudhë që është tani, ky moment që juve doni të stabilizoni, doni të rregulloni anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve është në anën tuaj për punën, për karrierën, për ndryshimin dhe vendimin. Në dashuri do të thosha që keni të 30 diqët, keni shans shumë të mirë si lidhet me dëmt të ditës së parë, gaforet të ditës së tretë, virgjëresht të ditës së dytë, me virgjëresht të ditës së dytë është një nga periudhat më të mira të mundshme edhe pse juve nuk e dini pas dore një farë mënyre, po jo se nuk doni që ti realizoni gjërat, por jeni shumë të dhënë mbas punës, shumë të dhënë mbas projekteve që juve keni dhe ndihni hapin dhe ndryshimin e madh që vjen në ekonomi, ndryshimin e madh që vjen në vazhdimsi të këtyre gjërave, sepse është një kohë stabilizuese, është një kohë perfekte dhe madje është momenti mjaft pozitiv dhe konkret në atë çka jeni, në atë çka doni juve të keni në jetën tuaj. Dhe kjo është mundësia, koha më e artë e që ndonjëherë mbi stabilizimin, mbi konkretizimin, mbi gjërat të mëdha që vinë, prandaj mos më shqetësoni sepse e keni mundësitë. Po cilët nga shenjat vallë juve shkoni shumë edhe mund shkoni në martesë ose në një shtatzani e mundshme që është në anën tuaj? Kemi
shijetar virgjëresh, shijetar bricap, shijetar dash që është perfektja, sepse lidhet shumë zjarr me zjarr, ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv, sepse sipas ndikimeve planetare ndihmojnë dhe rezultojnë që janë shumë pozitiv me njërin tjetrin. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe me këmbë tokë për realizime, stabilizime dhe konkretizime të gjërave që kanë mundësinë tani tutje, që janë të shenjës së bricapëve. Për sa i përket bricapët të duket se tani për tani, sado që ata nisen për të bëtisur diçka, ka një ndikim shumë të mirë tani tutje, ku kjo periudhë, edhe pse për ata është pak e vështirë për të marrë vendime, por janë vendime historike për jetën, janë vendime historike për vazhdimsinë, jo se është problem, jo se ka të bëjnë me gjëra që nuk zgjidhen për një farë mënyre për punën, për karrierën dhe për gjëra të tjera, sepse kjo periudhë është e juaja, është një nga momentet më të arta që ju e keni, më të vyera në mundësitë që do të jepen tani tutje, dhe kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi anën dhe pozicionimin e planeteve që ju e keni. Ndryshimet që kanë të bëjnë për sa i përket bricapëve, jo se thot Jorgo dhe nuk mund të jetë realizueshme kjo është realizueshme siç kemi të për arsye të punës, për arsye të karrierës, sepse juve keni lindur për karrierë dhe jeni në fushën e karrierës, edhe pse ndryshimet të mëdha që vijnë ose periudha dhe koha e duhur ku stabilizohet, ku realizohet, janë gjërat shumë pozitive dhe shumë konkrete në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, sepse është një moment mjaft i artë, është një moment shumë pozitiv që do të shikoni dhe vetë mbi shumë ndryshime që do të keni tani tutje, por janë ndryshime fantastike sepse lidhet me jetën, lidhet me punën, lidhet me anën e pozicionimit planeteve, sepse tani për tani sado që të duket e vështirë juve, sado të duket gjëra që nuk shkojnë mirë ku duhet, por nuk do ta thosha në atë mënyrën e pozicionimit planeteve, sepse janë planetet ata që japin verdiktin kryesor mbi ndryshimin e madh, por atë që mund t'ju them me bindje plot që është një nga momentet më fantastike në fushën e karrierës. 10 ditë që parë që merret me punë aktuale ose juve që jeni kontrata me jashtë shtetit, e keni mundësinë si bricap që jeni, keni dhe mundësi të tjetër të artë juve për zhvillimin e ndryshimit të madh të shtëpisë, keni ndryshim shtëpie, kjo javë është dhe shuhet shumë për ndryshime nga një shtet tjetër, nga një qytet tjetër, por gjithashtu me ndryshime të mëdha në favorin tuaj, sepse do jeni vende më lirë, do keni mundësinë më mirë për realizimin dhe stabilizimin dhe kohën e duhur për sa i përket çështjet aktuale ekonomike, për sa i përket marrjen e vendimeve të rëndësishme në këtë periudhë. Dhe kjo është ajo që juve ju ndihmon, juve ju jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat të mëdha që juve prisni. Në çështjet shpirtërore, për sa i përket bricapëve, bricapët kanë lidhjet afatgjatë, bricap gafore, bricap dash, bricap peshk është një nga periudhat më fantastike, periudhat më të mira të që ndonjëherë, edhe pse me vështirësi, por nga njëra anë mundoheni që t'jeni shumë të ndikuar dhe mjaft pozitiv, është momenti juaj dhe koha që tregon shanse dhe çështje fantastike mbi atë që juve doni dhe doni të realizoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, tek një shenjë që vërtet tani e tutje kanë kohën e tyre mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë drejt tyre. Dhe kjo është një nga kohët dhe momentet më të arta për sa përket zbulimeve dhe kohës së artë, që këta janë ujorët. Për sa përket ujorëve,
ujore duket se këtë periudhë e kanë të tyren. Sa do që ta mundohen, mendohen dhe marrin një vendim shumë të rëndësishëm për sa përket punës aktuale, sepse e thënmja me të bërën është pak larg. Realizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha që nisen dhe bëtisen për punën dhe për çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me anën e financave, të biznesit, sepse kjo është ajo kërkimi, mundësia dhe ndryshimi. Ujorët e kanë këtë sepse kanë pasur dhe kohë përpara, edhe pse kanë qenë pak në dilemë për punën e tyre, kanë qenë dilemë për zhvillime, sepse marrin diçka gjëra që para shumë ata e kanë edhe si mundësi, por është momenti juaj. Dhe e di që i parë që do merret me biznes dhe arri suksesit, i dyti ka nisur diçka të re plus biznesit. Pra një burim të ardhës të dyta. Suksesi është i garantuar në 3 muajt e parë, tani duke filluar nga ky moment që ne po flasim, të datës 18-24, do të thënë datës 18 deri në fund të shtatorit, që ka diçka shumë të madhe. Dhe di që i tret, edhe pse me dilema, pse jo për fajin e tyre, se kanë bërë shumë, por nuk kanë marrë asgjë, unë do t'ju thosha që është koha, është momenti më i qartë, i sakt në lidhje me punën e tyre. Dhe ky moment është tani. Vjen tani me surpriza, vjen tani me ndryshime, vjen tani me vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të dhjetësit parë, me dëm të dhjetësit është perfektja, pak vëmendje me gafore të dhjetësit dytë nëse është e mundur, sepse ndryshe e gjykojnë, ndryshe mendojnë, por e përgjithshmja, edhe pse bashkim familjar që kanë të bëjnë shenjat e ujit, pra juve si shenj ajri, keni të bëni shumë me shenjat e ujit, siç është gaforja, siç është akrepi, siç janë peshqit, për bashkim familjar. Dhe kjo është e mundur të realizohet, është e mundur të realizohet shumë shpejt madje, sepse e prisni diçka të tillë juve dhe është një nga momentet që vërtet do ja arrini qëllimin tuaj, por me pak diferencë që kërkohet vendimarrje shumë të madhe për gjëra që doni të bëni, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, por gjithsesi është kjo periudhë, gjithsesi është ky moment mjaft i mirë dhe e suportoni siç dëshironi dhe keni dhe mundësinë e artë për veten tuaj dhe për njerëzit që ju rrethojnë. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe tepër në pozicionin e planeteve, sepse kjo nuk mund të themi që është problem ose ka diçka që nuk shkon. Por mund të themi që po është një e vërtet. Për të tretët mund të kemi pasur probleme nga më të ndryshmet, por vjen një moment tani që është konkrete, është një ndikim mjaft i mirë, stabilizues dhe në anën e biznesit. Dashuria e mohuar, që kanë pasur një ndarje juve të rinj të themun, kujdes sepse ujor gafore është ndikimi më i madh dhe më pozitiv i që ndonjëherë. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, nuk është provokuese, por premtuese. E keni keq kuptuar. Dhe kjo bën që tani ta arrihet ajo që doni. Që këta janë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit duket se kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe komprometuese. Çfarë do kompromentojnë njerëzit? Për çfarë? Sepse juve mund t'jeni mjaft të zgjuar, dini se esni me llogari dhe nga njëherë llogaria nuk del, dhe veni bisedoni dhe nuk ju pranon, sepse ai që nuk ju pranon, juve jeni munduar shumë 1 orë, 2 orë për bëni për llogaritje, dhe ai thot nuk është kështu. Dhe juve i thoni mirupafshim. Me qysh në fillim. Ata do kuptojnë dhe do t'ju ofrojnë një
diçka tjetër. Këtu bëni kujdes, sepse shejtani fle në germat e imta dhe të padukshmet. Atëherë me që është kështu, juve thoni që vërtet unë mund ta marr përsipër këtë punë, por me këto të dhëna, nëse juve nuk e bëni, atëherë unë nuk ju më fare, sepse juve e keni thjeshtu, i keni lënë dhe X-it atë që do të marri, po do të marrë dhe unë për punën që do bëj. Mirë, po këta duan që të ndajmë në mënyrë të barabartë pjesët, por do ndajmë pjesën tënde për gjysmë me ti. Ti me ndelo siç është, po tënde do ndajmë për gjysmë 50-50. Nuk të ha asnjë lek. E kuptoni tani se ku del. Të ndahet një pjesë jo të dy. Dhe thot po, është mëse vërtet, sepse kjo është e drejta. Pa të cekur pjesën e tia. Pjesa e tia është ajo që sipërmarrësi ju që jeni, si sipërmarrës. Ky e ka të nevojshme, të domosdoshme. Dhe të thotë që ti do marrësh këtë punë. Po kjo punë bën kaq për mua. Po si e llogarisë në anën e mundësive që mund të llogarisë si dua unë, apo në varësi të punës dhe të njerëzve që bashkëpunojnë, nuk diskutohet, të njerëzve bashkëpunojnë. Sepse ti do fitimin tënd, po do dhe fitimin e tjetrit. Prandaj këtu keni kujdes miqtimi të dashur. Do t'ju duken shumë amaramense. E keni marrë si punë, po vjen keq se nuk funksionon, por bëni aq sa ju takon. Sepse boll punuat për të tjerët. Punoni për veten tuaj. Bëuni mjeshtra të vetes suaj. Dhe kjo është ndikimi, favorizimi dhe mundësia. Në çështje të dashurisë, duket se me dashur dhe diçit parë, me luante dhe diçit është perfektja, një vëmendje do të bëni me bëqaptë dhe diçit parë. Këto ishte pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave, nga data 18 deri në datën 24 maj 2026. Por nëse doni parashkrime të detajuara, kemi faqen astrologu.al dhe dërgoni emailin tek sekretaria dhe flasni bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për që doni që në kohën që jemi deri së deti me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin këtu. Dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazh. Nga një rrotull. Mbarsi, ditë të mbar, fundjavë të mbar. Gjithë mirë.